altruizmi është të japurit përparësi tjetrit para vetes. Të japurit përparësi tjetrit, vllaut tënd musliman këtë rast, para vetes, duke synuar botën tjetër. Kjo përparësi ka të bëj me një përparësi qoftë e mirë materiale, individuale, po edhe qoftë të japurit përparësi në mbrojtjen e ndonjë të keqe të tij. Në lidhje me këto, Imam el-Kurtubi, mufesiri, komentatori i njohur, e ka bën një definicion që e ka përkufizuar mendoj ndoshta në formën më të mirë të mëshme. Kur e ka shpjeguar ajetin e 9 surës Hashr. Se ajeti 9 i surës Hashr në përgjithësi e përmbledh këtë tematikë. Thot el-ithar, që ky altruizmi, vetmohimi, thot është të japësh përparësi, thot vllaut tënd musliman, thot para vetes në gjërat e kësaj bote duke synuar gjërat e botës tjetër. Domethënë është i lidhur ngushtë koncepti i altruizmit me besimin në botën tjetër. Për shkak se ti jep përparësi vllaut tënd musliman, çdo herë duke shpresuar në ato çka e arrin në botën tjetër. Thotë edhe kjo thot nuk arrihet lehtë. Thotë kjo thot arrihet me një bindje të fortë, me një pastrim të zemrës të fortë, thot edhe me një vullnet të flakt. Pra kjo është në përgjithësi kuptimi ose koncepti i altruizmit. Ndërsa nëse flasim për pozitën e tij në Islam, s'ka dyshim se altruizmi është shkalla më e lartë e vllazërillikut, e vllazërisë në Islam. Altruizmi është shkalla më e lartë e moralit. Dhe altruizmi është shkalla më e lartë që tregon pastërtinë e zemrës së dikujt.